Tash ky hoxhi i madh I cili do thot folki për problemet e tona e përmendi edhe një element shumë interesant, të cilin kur nuk I kisha ndigjuar, as nuk I kisha lexuar në për librat e historisë. Tha, a e dini se çish ka ardhur Islami te ju? Edhe na këtë kujtojnë se Islami ka ardhur me shpatë. Po jo, realiteti nuk ishte çajo. Do thot shteti Osmanli, kur akoni fort, edhe kur I ka çliru do thot venet e tona, e kur ka ardhur do thot tek terin e Austrisë, terin e Austrisë ka pasën kufinin, çka ka bën do thot vetë që ka liru venin. Ama masi e ka liru venin, nuk ka marrë me thirrje islame, me davet nuk ka marrë. E kemi qartë. Për çka ka bën? Ku ka pas për shembull në shtetin Osman, burra të mirë, familje zgjerta, dallume. Për shembull ka ona Anadollit ose ka thojna për shembull ka ona e Stambollit sotit ose ka e Drenja. Ku ka pas burra të mirë, ka shkuj ka marr ato burra të mirë, ka thonë ju për hatër të Allahu dhul Xhelal keni me bën hijret në filan venin. Edhe ka marrë një familje të mirë, e ka çuar me sela për shembull në Kosovë. Atë familjen tjetër e ka çuar në Beograd, atë familjen tjetër e ka çuar në Maqedoni. E kështu me radhë thot I ka shpërnda ato burra të mirë në për vendet ku I kanë bë fet, ku I kanë çliruar muslimanët. E kur I ka shpërnda ato burra të mirë, edhe kur I ka shpërnda ato njerëzi musliman, njerëzit apo populli I atij vendi duke I pa sjelljet e tinve e kanë pranuar Islamin. Do thot në këtë mënyrë e kemi pranuar na Islamin. Do thot njerëz të cilët do thot sot jetojnë në Ballkan, nëse mujna do thot me çujt do thot gjeografisht. Do thot nuk I kena pranuar as me shpatë as me kurrxhon, po e kemi pranuar duke I pa shembulltyrën e muslimanëve. E tash historia do thot po përsëritet. Po përsëritet historia pasi që para 2 javë patëm mundësi me bisedu me një vëlla të Zvicrës, I cili babën e kishte gjerman, e nanën e kishte francusk, e ndoshta ju e njefni hala më mirë se unë. Emrin e kishte ma Abdullah, ishte martuar do thot me një gruaje të Yemenit, I kishte 3 fëmijë. Fëmijët e tij vapton emrat e muslimanëve, vapton. Shkana I kena harruar emrat e muslimanëve, ndërsa ai emrat Ubejdullah, Ammar, Yasir. Do thot emrat që do thot fëmijëve të vet, ja kishte vënue, e ai çu shabo musliman, është bën musliman duke e pa shembulltyrën e vllaznive tonë. Do thot duke e pa shembulltyrën e vllaznive tonë. Ashtu që ne si musliman që kemi ardhur që do me jetu edhe me punu në Zvicër, do thot jemi duke e bën një hajër të madh, jo vetëm në atë aspektin ekonomik, se parat vinë dhe shkojnë. Dunjoja si ka me të kërkujna, po në aspektin fetar, çka dikush ndoshta merr shembull pi neve edhe bëhet musliman. Ndoshta si informat nuk e dini, veç këtu në Zvicër ka kanë 15.000 musliman, 15.000 musliman çka me bab me nan janë zvicran. S'po folna për shqiptar. Po folmi për zvicran, çka babën edhe nanën do thot e ka pas krishter, edhe apo musliman, do thot numri I tyre pas ka rrinë deri në 15.000. Ndërsa si musliman më tepër ka kanë ata të cilët e folin do thot gjuhën shqipe hemen se 200.000 veta. E kemi qarë, 200.000 veta. E nëse krejt që të 200.000 veta, shka janë këtu, janë shembulltyr, shka janë mërmenja, përsa kohë, këtë Zvicra mundët më bo musliman. Shumë pak kohë dhe thot nevojitet, që këtë më bo musliman, për na do të më konë shembulltyr. E nëse na bëhemi shembulltyr, atër e ki fje, edhe ki din ka me hecë për para. Ama për fat keq, nëse shkon me këshirë burgin, lista më e madhe, kush janë? Shqiptarët. Nëse e këshirë krimin, lista më e madhe kush janë? Shqiptarët. Nëse I këshir kriminalin, bartin e drogës edhe gjanave tjera, për fat keq kush jemi? Na jemi të partë. Ashtu që vend se më konë shembulltyr për të mirë, po bëhemi shembulltyr për të keq. E për më bëh shembulltyr për të mirë, do thot jerneki jon apo mustra jon ashtë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.